sigurisht mora 26 kg, edhe nuk ishin as kile që i mora me ushqim. Erdhi një fryrje vetë-vetiu, le të themi, se unë kisha shumë kujdes çfarë haja, dhe mami im kishte shumë kujdes çfarë më bënte. Kisha këtë kujdesin, po ishte një fryrje që erdhi dhe nuk e kisha problem, vetëm nga fundi që ishte dhe verë në atë kohë e vuajta pak. Pata komente në fakt, jo shumë. E këtë thosha, ke pasur komente? Ka qenë në kohën e podcastit tonë që flistim për mëmsin, ku unë u shfaqja 7 zanë, sigurisht, ai ishte qëllimi, dhe mbaj mend ka qenë një koment në YouTube që thoshte: "O Evi, moj Evi, ku shkon ti me këto kilet kaq të shumta? Ti e di çfarë mund të shkaktosh fëmisë tënd. Mund të shkaktosh diabet, mund të çfarë sta ajo gruaja, dhe ishte emër mbi emër, edhe unë ndjeva keq, edhe madje si rrallë herë, ndoshta asnjëherë se kisha bërë, e marr komentin me emrin e kësaj gruas, bëj një story edhe them: "Më fal, jo vetëm për këtë gruan, po për të gjithë, unë po ndiqem nga njerëz profesionistë." Patjetër. Si në Shqipëri dhe në Austri në atë kohë. Kush e ti që e di ti më mirë se unë shëndetin tim, dhe aq më tepër nëse do ishte shfaqur kjo që thua ti, mendon ti se nuk do ishte trajtuar ose do isha kaq e qetë. Ky podcast është prodhim i Onovos.